Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në vlogmasi numër 2. Unë me thonë të drejtën, gjatë ditës, nuk kam filmu, sepse tani që përsohet, kam i qik më shumë kontent për të kriju për ju. Nuk filmova para ditës, sepse i kemi, me thonë të drejtën, i kemi pak fëmijët pa qef, si unë dhe motra. Edhe Odi edhe Mevi kanë qytë djendarë që bëjnë temperaturë gjdo 5-6 orë. Kanë dhimbje barku, kanë një sindjesit vjella, paka shumë atë virozën që kisha dhe unë. Dhe kemi qenë gjithë ditën në shtëpitë e mami, duke u kujdese, duke vëzhgu kalamajt, dhe nuk kam qenë fare për video. Kam filmu thjesht advent kalendarin e mamit që ja u tregova. Dhe ja u tregoj për ditë. Isha saroj do me thënë. Dhe u tregoj për ditë edhe që do qëlloj ke advent kalendari mamit. Dhe kaq kam filmu. Unë tash isa era të shtëpia ime. Dhe po mendoj të bëj një risotto me perime. Sepse nuk e di për ju, po unë kur du të gatuj shpejt, ose nuk kam nerva të mere me gjona shumë të vështira, se kam bërë një lasagna sot. Ja rras aty një risotto, një pilaf ose një makaron. Po dhe mëse katër dhe i shtoj qik perime dhe bëj kështu gjasi si risotto me perime. Edhe kur të vi Lori, se Lori është pak në Tiranë, kur të vit ketë qataj, t'jap në gjë dhe qunit, dhe kështu. Kam një mendim, fakt du të bëj dhe një kek, po nuk e dia do ja dal dot të bëj dhe kekun, sepse në fakt, me sa po shoh, mu më mungon dhe fryrësi, që është për kek. Këtu i kam, se zakonisht tu i mbaj fryrësat dhe vaniljet, kam vetëm vanilje, unë mendova se kisha edhe fryrës të janë gjithë vanilje. Dhe pa fryrës nuk e bëj dot. Kështu që me shumë mundësi do ta lej për nesër kekun, po të vazhdoj me risotton dhe pasi të mbaroj risotton, do vazhdoj me procesin e zbulimit gjinist bebit. Kam një ide në lidhje me pemën, dhe do ju tregoj dhe ju proceset dhe pastaj në fund rezultatin dhe çfarë do jetë bebi. I ka tani të marrë perimet dhe vazhdojmë nga puna. Perimet që do përdor për risotton janë hudhër, karrot, kungull, spec i shill dhe spec i kuq. Kisha dhe misra, ato misrat që janë kështu gjysmë të gatshëm, po kanë pak kohë që rrinë ato, dhe nuk na majti me i përdor se nuk i dihet. Madje vjen keq për duhet i hedh në kosh, se e di që kanë i qik dhe kishte fillu. E keni parasysh atë lëngun që kanë ato kanaqet e këtyre, kishin fillu lëngu më u trash. E s'ma majti, po shkon shumë, se kam provu dhe herë tjera dhe shkon shumë misri ke këto lloj risottosh. Unë tani do filloj t'i shëroj, t'i pres. T'i hedh tek tiganin e kam vendos aty të shkrihet i qik gjalp. Dhe ta boja avash. Kam edhe i qik lëng pule. Kam një 2 kështu bidonat vegjël, lëng pule. Dhe me ato të boj, se del më shnetshme dhe inshallah ma han çuni. Sepse duke qenë se është dhe pak pa qef, i bon mira i lëngu pulës.
Tani, duke qenë se risotton e mbarova, po vazhdoj me pjesën e zbulimit të gjinisë. Ideja ime është kjo. Tek ekofundit që kam bërë, është një pamje që është pak a shumë e qartë, dhe besoj se shumë për jush, kush është mami, ose kush ka pas të bëj shumë me këto ekot e shtazanis, mund ta kuptoj, por gjithsesi edhe në rastin nuk e kuptoni, do ta shënoj poshtë se çfarë është bebi. Dhe këtë foto do ta pres dhe do ta vendos tek diku në një zonë të pema dhe do marr një top, një top kështu stoli pemës, do e mbuloj, domethënë në momentin që do jetë ekoja tek pema, unë do ta mbuloj pamjen e ekos me atë topin, me stolin, dhe avash do lëviz topin dhe do dali ekoja, plus që do shënoj dhe poshtë se qa është baby. Kjo është ideja që kam. Doja të bëja diçka të thjeshtë dhe doja të kishte patjetër lidhje me periudhën e vitit të ri. Se për mua kjo është një gjë shumë e veçantë. Dhe kështu do bëj. Tani kjo video do postohet nesër normale, videoja vlog masit numër 2, dhe nesër po ashtu doja të tregoj dhe YouTube-i, siç ju thash. Tani unë po të qohem, po merr me videon, dhe më pas do të tregoj dhe çfarë do na qelloj advent kalendari. Ika po të qohem para se çuni të fillojë të më grindet, se e shoh që nuk është shumë mirë, si kur i filloj prapë të ngrihet temperatura, dhe du që kur çuni të fillojë të ngrehet dhe kur të ketë nevojë për mua, të jem vetëm aty për atë. Mos të merr me gjëra tjera, as me vlog, as jo, kështu që po mundohem ta mbyll sa më shpejt. Më në fund, gjinia u zbulu. Baby është një çun, është një vlla për Odin, është plotsu dëshira e Odit, sepse ai gjithmonë thoshte vlla, duhet kemi një vlla, plus e dëshira e ime dhe Lorit ashtu ka qenë, që të bonim një vlla për Odin. Zoti na plotësoi dëshirën, kryesorja është që ka plotsuar dëshirën e Odit, dhe unë them gjithmonë këtë gjë. Dhe për prindrit që kanë një fëmijë dhe presin një bebe tjetër, nuk e di pse unë kam këtë idenë që Zoti sjell fëmijë, sjell atë gjini që bebi i parë do ketë më shumë nevojë dhe do ketë më shumë mbështetje gjatë jetës, do jenë më të afërt, do jenë, nuk e di. Unë këtë ide e kam kriju dhe jam shumë e lumtur që ne do bëjmë me 2 çuna, që të na eci shtazania sa më mbar, të vi dhe bebi sa më mirë. Kjo është dëshira ime më e madhe dhe për këtë gjë lutem për ditë. Shumë prej jush e kanë gjetë, e kanë hamencu, shumë të tjerë thonin që është gocë, madje në Instagram më shumë më komentonin dhe mendonin se ishte gocë, po kush ka qenë i vëmendshëm, sidomos tek ju në YouTube, e ka kuptuar që se unë e kam shpreh pak a shumë edhe më përpara në video tjera që jam mam çunash. Dhe e keni bërë këtë lidhje dhe e keni kuptuar. Ka mami. Hajde që ke mami. Edhe kështu Odi do bëhet me një vlla. Odi është pak pa qef, ju thash. Prandaj erdhi tu ke mami. Unë tani po hap shpejt dhe advent kalendarin dhe do iki t'i bëj një dush çunit dhe ta ruaj sepse më duket se po i fillon prap temperatura. Tani të gjejmë në 2 këtu neve. Tek super advent kalendari. Ja, dyshi është kjo dera këtu. Ta hapim dhe ta shohim çfarë do na qelloj. Oh. Çfarë është kjo? Çfarë është gjithë kjo kështu? Hand wash. Një larës për duart,
Shifni pak sa i bukur. Shumë klasik. Që këtu vjen era mirë. Është me lule, qershie japoneze, normale. Dhe unë do sprucoj pak fare, sa për të ngjuar erën më mirë. Dhe nuk do ta vendos për momentin tek tualeti që të lajm durët, sepse kam atë të Christmas. Super, super aromë. Shumë. Do ta lek shumë në përdur për momentin. Shumë aromë e mirë. Ja, si duket? Kjo ishte dhurata e advent kalendarit numër 2, për vlogmasi numër 2. Shumë e bukur. Dhe kështu tani unë po e mbyll, besoj dhe mendoj që ky vlog ka dalë pak më i shkurtër se çun do doja, por që më falni, më bëni Allahu, siç u thash nuk ishte një ditë shumë e mirë dhe shumë normale për ne, por gjithsesi unë pa vlogmas nuk nejta. Tani po çohem, do merrem me çonin dhe shihemi kismet tek vlogmasi numër 3. Ju puç fort.
Thank you.